E pra shikues të nderuar, ju rikujtoj edhe një herë që jeni me emisionin e Paraditës pas mëngjesit në transmetim të drejt për drejt. Faleminderit për të gjithë ju të cilët keni përzgjedhur televizionin Koha për të kaluar këtë Paradite së bashku me neve. Ndërkaq tani do të ndërlidhemi me rubrikën e radhës, në fakt rubrikën më të dashur për të gjithë ju. Do të flasim për rubrikën me të ftuarin. Sot do të diskutojmë për sportin, konkretisht për futbollin. Dini që misioni i emisionit ton apo kauza jon, qëllimi jon është gjithmonë që të rinjët t'i promovojmë në për emisionet tona me sukseset e tyre. Konkretisht sukseset e tyre që janë pikrisht këto të ri që nesër do të na bëjnë krenar kudo që ata të shkojnë dhe do të na përfaqësojnë, domethënë si Tetov, por edhe si Maqedoninë në përgjithësi. Do të flasim sot, theksova edhe më herët për sportin. Do doja pak të ndërlidhem me deklaratën e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, i cili ka theksuar që unë nuk e mora Blerim Xhemaili në kombëtare, por e mora kushëririn e tij Qerim Xhemaili dhe pikrisht ky futbollisti, pra Qerim Xhemaili, është privilegj që sot ta kemi të ftuar në emisionin e pas mëngjesit. Mimi, mirë se erdhe. Përshëndetje Arjan. Si. Përshëndetje, faleminderit shumë që na ke nderuar me prezencën tënde sot. Dim që ke angazhime shumë kohën e fundit, por ja që gjete kohë edhe për emisionin. Faleminderit edhe juve për ftesë. Është kënaqësi të kemi këtu. Në fakt, përpara se të flasim për futbollin, të flasim për sportin, për veprimtarinë tënde, për sukseset e tua që prej tani kanë filluar të radhiten njëra pas tjetrës, do donim pak të na flasësh për biografinë tënde. Domethënë një letër njoftim të shkurtër. Kush është Qerim Xhemaili? Po. Unë jam Qerim Xhemaili, u linda në Tetov, shkollën e fillore e kreva në Abdyl Frashëri Bugovin dhe më pas shkollën e mesme fillova në Kolegjin Yahya Kemal. Pa, do të thënë kjo është për sa i përket vendit e lindjes, shkollimit e kështu me radhë, por do doja pak të ndalem tek puna e futbollit. Mund të na flasësh pak për hapat e parë që i ke marrë në këtë drejtim? Dim që edhe hapat më gjigant, hapat më të mëdhenj drejt sukseseve fillojnë nga një hap i vetëm. Na shpjego pak ato fillet e para, si startove me futbollin? Po, hapat e para ishin rreth vitit 2006, kur isha 6 vjet. Fillova te klubi i Dritës në Bugovinë. Hapat e para ndoshta ishin pak edhe të rënda për mua, edhe mosha. Më pas, inspirimi im ishte çuni gjajës Blerim Xhemaili, i cili dojsha t'i ndjek hapat e tij. Kësa. Po, domethënë është mirë kur e ke një model, sidomos në familje apo në shoqëri, domethënë ose një mik të afërt që çërben si model për të qenë i suksesshëm edhe si model për çfarëdo lloj profesioni apo pasioni, i cilin edhe vetë individi e ka në jetë. Kemi shumë lloj sportesh, po pse pikrisht për zgjollë futbollin? Çfarë faktësh ty, çfarë të inspiroi? Inspirimi im më i madh ishte çuni gjajës Blerim Xhemaili, sepse ai arriti shumë si në kombëtare edhe në klub, ekip, edhe ndëroi ati hapat e tij, të eci pas tij, sa më lart. Po. Do doja Mimi tani pak të ndalem tek çështja e mbështetjes apo ndihmës. Sa familjarët, sa prindrit kanë përkrahur për të qenë këtu ku je? Prindrit më kanë përkrahur shumë, po ashtu edhe familjarët. Për prindrit gjën primare e kishin shkollën. Me këtë nuk dua të them se nuk më kam përkrahur, për primare kishin shkollë. Domethënë, përveç familjarëve, përveç prindërve, e rëndësishme është edhe mësimdhënësit të përkrahin, të ndihmojnë. Zakonisht ke pasur edhe trajninge, të shkosh domethënë nëpër edhe trajnime të ndryshme që kanë bëjnë me këtë drejtim. Sa kanë qenë tolerantë dhe mirëkuptues pikërisht mësimdhënësit dhe njëkohësisht pyetja ime e radhës, sa mësimdhënësit e edukatës fizike të kanë përkrahur dhe të kanë ndihmuar në këtë drejtim? Profesorët e edukatës fizike më kanë ndihmuar shumë, po tolerant në shkollën fillore ishin mësimdhënësit më shumë, po tash në shkollën e mesme ishte më ndrysh. Zakonisht fillon edukimi pak më në nivel pak më të lartë dhe fillojnë të ndryshojnë gjërat. Po ndërkaq përmendëm kushëririn tënd, domethënë djalin e xhaxhait Blerim Xhemailin, theksove që e ke pasur si frymëzim apo si inspirim për futbollin, por sa të ka mbështetur dhe sa të ka ndihmuar ai në këtë drejtim? Ai më ka mbështetur shumë, edhe më ka ndihmuar, po ashtu si çdo familjar, edhe ai më ka mbështetur. Mimi, do doja pak sërish të ndalem tek futbolli. Besoj është me interes edhe të gjithë atyre që dëshirojnë të merren me këtë drejtim. Sa është e vështirë, sa është stresuese puna e të qenurit futbollist dhe si është ajo ndjenja e të qenurit lojtar në fushë? Stresuese nuk është, por duhet punë,
Dhe këtë ndjenjë të jesh lojtar në fushë nuk e ka çdo kush, secili nga ne, janë të rralla ato që e ka. Është një ndjenjë që s'mund të përshkruaj unë vetë si një futbollist. Duhet të ndjehet ajo vetë varet edhe nga Po, arrin me punë deri aty. Unë e përmenda në fillim të emisionit deklaratën e Armand Dukos, por si e prite këtë lajm? Si ishin ato emocionet e para kur e dije që do të luash në kombëtaren shqiptare? Së pari marrë një telefonat nga Armand Duka, të cilën nuk e merr si cilin njeri çdo ditë, nuk është e përditshme. Unë ndjeva normalisht shumë i emocionuar. Njëherë nuk e besova veten, them drejtën. Më pastaj u akumtove lajmin me siguri prindërve fillimisht. Si e pritën prindërit? Për prindërit ishte pak e vështirë, ta kuptonin që nuk botallesh, a? Sigurisht. Nuk botallesh, a? Pastaj pasi që gjërat filluan të zyrtarizohen, e kuptuan edhe ato që është realitet. Por me shoqërinë, me miqt, filluan të dërgojnë ato skrinat e para që jetë përzgjedhurit ti? Miqt dhe shoqëria normal, po, filluan të më urojnë, të më përkrahin, të më urojnë sukses. Po. Tani do doja pak të ndalem tek çështja e kampionatit. Si vlerësuat lojtarët e kombëtares, si pat në fakt të ndeshjet të cilët u zhvilluan me Shqipërinë edhe me vendet e tjera? Lojtarët e kombëtares ishin si 11 luanët në fushë, në Europian. Ishën në ndeshjen Shqipëri-Zvicër në stadium. Normalisht më bën krenar lojtarët e kombëtares. Por kampionatin në përgjithësi si e keni vlerësuar? Ishte një kampionat i mirë, i midfield? Kampionatin e priça edhe shumë më të fortë, po mirë. Për cilin reprezentacion keni bërë tifo ju personalisht? Normalisht për kombëtarën shqiptar. Për pas kombëtarën shqiptare ishte Gjermania. Po, do me thënë jo për Zvicrën, apo? Do doja pak tani të ndalem kur jemi këtu tek çështja e shteteve, por edhe tek çështja e ekipeve. Cilin ekip e pëlqen më tepër, e ke favorit? Preferoj Realin e Madridit si ekip. Ashtu. Po kam edhe disa favorit tjere si ekip. Ndërkaq cilin lojtar e ke tani si model e theksuam, Blerim Xhemailin, por që të pëlqen përveç Blerimit? Nuk kam ndonjë idhull ose ndonjë lojtar të preferuar. Kur jemi këtu tek çështja e atyre që kanë, domethënë ngjarjeve që kanë ndodhur në të kaluarën, besoj që sot të pak e diskutuam ku ke luajtur dhe si ke filluar, si ke startuar me sportin, por cilat janë planet në agjendën e së ardhmes, Mimi? Planet janë që të punoj sa më shumë dhe të arrijë sa më lart. Këto janë planet për të ardhmen. Për ndryshe, domethënë ja ke lënë kohës se ku do të luash, si do të vazhdojnë më tutje sukseset. Për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të merren me sport apo sport dashës, cila do të ishte porosia jote? Porosia do ishte të punojnë sa më shumë, të stërviten rregullisht dhe mendoj se do të arrijnë sa më lart. Qëllimi unë të falenderoj shumë që ndave nga koha yte për që jenë pjesë në emisionin tonë, ne të dëshirojmë shumë shëndet, mbi gjitha edhe shumë suksese. Falenderit edhe ju. Dhe shpresojmë që në ditë të çojmë sa më lart me suksese si një yll i fushës ashtu siç edhe je. Falenderit ty. Pra nderuar ishte kjo rubrika me të ftuarin për ditën e sotme, ju vazhdoni dhe më tutje me Pas mëngjesit.